Kur i këtu në studio, ndoqë materialin që ka të bëjë me incineratorin e Tiranës, pavarësisht se kryetari i bashkisë vijon të qëndroj në aqelit e burgut të Durrësit, parat për incineratorin inexistent të Sharrës vijojnë dhe jepen, madje është denoncuar mos e njëherë se nga 80.000 euro në ditë, nga Partia Demokratike, nga opozita është denoncuar, nga 80.000 euro në ditë, shumë ka arritur tashmë në 90.000 euro. Kam kolegun Fatjun Gjinaj, me të cilën do marrë informacionet asaj se çfarë ndodh me kryebashkiakun i cili poston vazhdimisht në Facebookun e tij, por edhe për sa i përket hetimeve, pasi ka hetime në vijim. Fatjun, përshëndes dhe mirë se erdhe. Përshëndes, faleminderit. Atëherë po nisim me njëherë me një pyetje, kam kuriozitet të di. A lejo telefonin në burgjet shqiptare? Po lejohet të mbajnë shërbimet e sigurisë, stafi. Shërbimet e sigurisë të caktuara, jo në ambient të burgosurit thënë. Ja. Nga që kryetari i Bashkisë Tiranës Erion Veliaj vjen poston vazhdimisht çdo ditë sulmon prokurorin Olz Dado, ndaj ju pyeta për kuriozitet, madje edhe për qytetarët që na ndjekin. Po ka zëra që pak të ndaj para 3 ditësh postonte Rama aty. Po them ka zëra. Ka zëra, sigurisht, ku ka. Por ne dim që Erion Veliaj kishte një staf dhe vazhdon ta ketë prej shumë anëtarësh në Bashkinë e Tiranës që merreshin me PR-in e tij, por edhe me menaxhimin e rrjeteve sociale. Dhe kam përshtypjen që është kontakti midis personave që shkojnë e ushtrojnë vizita, letrave që ai shkruan apo bisedave që ai bën shënim dhe poston në rrjetet sociale. Qëndrojmë tek pjesa e hetimeve. Sepse duket sikur po legjitimoj punën e celularit, do ishte kriminale nëse. Jo, absolutisht jo. Janë të tjerë që posojnë emër ti. Kështu dua ta besoj dhe kështu mendoj. Për sa i përket hetimeve, Erion Veliaj thotë, unë jam i pafajshëm, kam bërë punë në kryeqytet, pam sot bashkëshorten e tij u paraqit në SPAK, nuk foli për mediat. Ku janë këto hetime, në ç'fazë janë hetimet për Erion Veliajin? Erion Veliaj ka një farë të drejtë, sepse kur thot jam i pafajshëm, prezumimi i pafajësisë është diçka që përvalon mbi gjitha, por kur dyshimi bëhet i arsyeshëm dhe përputhet me prova, madje shtohet konteksti dhe qëndrimi i organit hetues që është kërcënim për prishjen e provave, natyrisht lind nevoja e ndërmarrjes së një veprimi që izolon subjektin, në këtë rast konkret Erion Veliajin, që të ndikojë tek provat. E keni fjalën për hetimet në lidhje me? Hetimet në lidhje me incineratorin e Tiranës. Përcollën pak çast më parë, është shërritur edhe vlera që shkon për këtë incinerator. Po, sepse sa më të mëdha të jenë përpjekjet apo veprimet e SPAK kundrejt incineratorëve dhe konkretisht edhe inceneratorit të Tiranës, çuditërisht vën re një fenomen të habitshëm. Do më thonë, nëse sillen në vëmendje në gusht të 2023-shit, Prokuroria kundër korrupsionit dhe krimit organizuar vendos masën e sekuestros preventive mbi incineratorin e Elbasanit, të Tiranës ndjes, më pas dilet në përfundimin që se ka zbuluar dhe pronarët faktik që sipas saj janë Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri, më pas çfarë ndodh? Nën sekuestro do të thotë që menaxhohen nga shteti. Shteti paguan miliona euro dhe 10 mijëra euro në ditë për një incinerator që de facto nuk ekziston dhe më pas këto para i merr po shteti. Direktori i shtetit. Shteti ja jep shtetit dhe ky është një mekanizëm që ose duhet gjejë zgjidhje në mënyrën se si janë formuluar ligjet në Shqipëri, ose do të ndërmerren veprime konkrete për të gjetur se ku shkojnë këto para, këtë dëmtojnë dhe kush i menaxhon këto para. Logjikisht e vjen që duke u referuar edhe deklaratës së zotit Domani është një krim intelektual, ka deklaruar zoti Domani, incineratori i Tiranës. Pam ditën e njëjtë që punojës policie, prokuror dhe BKH shkuan në inceneratorin e Elbasanit. Ka që vështirë është shkosh në Shartë, shohësh a ka incinerator apo jo. Nëse ka, jo jep lekët, nëse s'ka. Do ta saksoj në fakt këtë të Elbasanit. Ka qenë një veprim i prokurorisë Elbasanit për një zjarr që ka rënë atje, paktën kështu e di unë. Që pati rënë një zjarr në incinerator, shkaktojnë ndotje dhe shkuan dhe është regjistruar procedimi penal, janë marrë pyetje njësor personash. Për të kthyer tek pyetja tek krimi intelektual. Vajtja aty për të parë, a është apo s'është? Po është larg, edhe është mes varrezave. Kam përshtypjen që edhe SPAK përbëhet nga njerëz që kryejnë veprime dhe të hysh, të shkosh kaq larg dhe mes varrezave, duhet mendosh mirë. Është frikshme. U kanë frikë fantazmat. Interesante.
Përsa i përket, a mund të ketë një bashkim dosjesh për akuzat të cilat janë aktualisht ndaj kryetarit të Bashkisë Tiranës, për incineratorit, pasi është folur në media që dështohen akuzat ndaj tij? Unë sot isha në një takim, Bledi, nuk e keni parë ju, sepse nuk është publikuar akoma, se ishte me regjistrim, me avokatët e Erion Veliajt, 5 avokat, shumë të nderuar dhe kam respekt nga ana profesionale, janë emra të njohur dhe të respektuar, që në fakt dhanë disa pretendime të tyre në lidhje me mbrojtjen ndaj zotit Veliaj, edhe unë kam bërë një 78 pyetje aty dhe njëra prej tyre kishte të bënte pikërisht me ato çfarë zihen në korridoret e drejtësisë, por edhe të politikës, që mund të ketë një masë dytë për Erion Veliajn dhe nuk përjashtohet si mundësi. Avokatët thanë se ne nuk jemi këtu për të bërë profeci, por të kundërshtojmë çdo lloj masë tjetër. Çdo lloj pretendimi. Aktualisht jemi në fazën e mbrojtjes ligjore për çështjen e pasurisë dhe pastrimit parave. Spak ka veprime. Në qoftë se shtohet edhe akuza e dytë për incineratorin ndaj Erion Veliajt, e komplikon sigurisht. Shikoj, nuk është diçka e pazakontë. Unë profesionalisht, se çfarë mendoj unë personalisht është çështje tjetër, por profesionalisht unë nuk më duket Erion Veliaj më i rëndësishëm në kontekstin në raport me drejtsinë se Alçi Bllaku apo Lefter Koka. Alçi Bllaku u deklaroi pafajshëm. Nga ai vet. Për njëra nga u deklarua, u shpreh, tha jam i pafajshëm, por është kërkuar 5 vite burg. Edhe ndodhet për 2 çështje tjera, njëra është rikthyer për gjykim dhe tjetra është dënuar. Pra, nuk në aspektin profesional, në raport me drejtsinë nuk e shoh Erion Veliajn dikë më të rëndësishëm dhe obobu më pabesueshme që të ketë një masë nëse ka përgjegjësi. Nëse ka përgjegjësi, nëse vërtetohet që është përfshirë, dënimin do marr. Po, patjetër, besoj, dua të shpresoj kështu. Domethënë, perceptimi publik dhe pritshmëritë publike kanë qenë se Erion Veliaj është një nga personazhet më të rëndësishëm që duhet të hetuar çdo veprim i tij dhe qëndrim që ka mbajtur për incineratorin e Tiranës, dhe do ta konsideroja nëse ka prova ndaj tij dhe nuk janë evidentuar deri tani shumë të vonuar. Pra, të qëndrojmë ke mbrojtja, u pyet për këtë dhe dha atë qëndrim që thash se dha. Dhe ka zëra, po jo vetëm zëra, ka dhe veprime nga Prokuroria kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar për incineratorin e Tiranës. Ka patur edhe kontrolle të tjera, e marrin në pyetje të personave të tjerë, subjekte të tjerë, por edhe veprime hetimore që i takojnë organit procedurës për raste konkrete për incineratorin e Tiranës, dhe pritshmëritë janë që shumë shpejt mund dilet një konkluzion, por a është apo s'është emri i Erion Veliajt në lupën e SPAK në këtë rast, nuk e di. Por gjasat janë që nëse do të ketë emra që përfshin ndoshta edhe aspektin mediatik. Po. Dhe dikasteret të tjera që ndoshta nuk kanë qenë në 2 veprimet e mëparshme të SPAK të përfshira, nuk e përjashtoj mundësinë që Erion Veliajt ketë një masë të dytë. Sigurisht, bashkëpunëtorët e Erion Veliajt janë në qeli. Pam sot edhe foto të cilat video që qarkulluan Redi Mollës dhe Marie-Glen Qatos, të parët të cilat vijojnë dhe qarkullojnë nga dritarja e Qelqit për te. Çfarë do thotë nëse pranojnë fajsin? Ulet masa 1/3. Është më rëndësishme ulja masës apo pranimi i fajsisë? Po, ne kemi qenë drejtorët e pesë, kemi marrë parat dhe kemi investuar. Duhet ta përmendim, ndoshta një titull tek portali website-i i Syri.net, që thoshte në thonjza drejtorët e Veliajt pranojnë fajsin. Dhe në fakt është një farë fajsi, pranimi, pavarësisht se juridikisht nuk njihet, kërkesa për formën e gjykimit, ata kërkuan gjykim të shkurtuar, edhe shumë shpejt procedura parashikon që të shkojnë drejt një vendimi final, të lexohet pretenca e SPAK dhe të jepet një vendim. Ishin pamje që janë marrë për herë të parë nga kafazi i Qelqit, pasi dyert e seancave të tilla janë të mbyllura. Dhe çfarë nënkupton kjo dosja e incineratorit të Tiranës? SPAK nuk e di nëse nga pamundësia, nuk e di nga presioni, nuk e di nga mos vetdia edhe mbi dëmin financiar që po i shkaktohet taksapaguesve, e ka përdarë këtë dosje duke e copëzuar, sepse edhe dosjet e Erion Veliajt, të drejtorëve të Erion Veliajt për cilët po flasim, sepse njëri nga subjektet
Taulantusha që mungon dhe sot, Pritet të deklarohet është në hetim dhe në akuzë për dy çështje që ka të bëjë me 5 dën, por edhe me incenatorët. Absolutisht. Dakor, prandaj po i lidh me njëra tjetrën. Pra nëse s'pak po nguron të shkojë drejt kësaj, nuk e di çfarë përgjigje do t'i japi dëmit, sepse gjithë flasim kush është i përlyrë, kush është i papërlyrë, kush është i fajshëm, kush është i pafajshëm, po mbi gjitha ka një dëm kolosal ekonomik, ka një dëm të jashtëzakonshëm financiar që për kë janë për xhepat e qytetarëve shqiptar dhe të kryeqytetit në veçanti lidhur me incenatorët. Sigurisht, audiopërgjimet apo transkriptet e cilat janë marrë nga punonjësit e Bashkisë Tiranës, shkoni filan hotelesh i filanit, filan pronash e filanit, i kanë shërbyer SPAK-ut për të zbardhur të gjithë skemën, pasi duket sikur paratë të cilat merreshin nga drejtorët apo paratë të cilat përfitoheshin në mënyrë të paligjshme, jo vetëm nga korrupsioni qeveritar bashkiake e radhë, investoheshin në pasuri të paluajshme. Aq sa edhe për paratë e pisat që përfitoheshin nga aktivitetet e paligjshme, droga, etj me radhë, vinë dhe investohen në pasuri të paluajshme, saqë para 2 ditësh kishin 90 pasuri qofshin këto të sekuestruara. E para, të ndalemi pak tek pjesa e bisedave që u transkriptuan nga SPAK për pronarët. Aty unë kam vërejtur dhe nuk kam nguruar ta them, nuk e kam patur problem ta them, që kam vërejtur se kanë qenë 3 prokurorë që kanë hetuar për Erion Veliajn. Jo në emër të tij, disa raste si në rastin e fundit që është në Burg, por për rastin e incenatorëve dhe 5 dëve. Dhe unë kam thënë edhe më përpara që këta prokurorë në dukjet, paktën në perceptimin që krijonin, ishte sikur kush po ja lë Veliajt kujt. Dhe çfarë ndodh këtë dosja e 5 dëve, që i referohesh për ndërtimin e hotelit, pallatit në Durrës. Përmendaj aty, thuaj Lali, aksioneri, pronari, nga punonësit e 5 dë Construction. Por nuk shef asnjë rresht, që s'pak të thot, siç i interpreton vendimet tjera gjyqësore, që ky Lali mendohet që është Erion Veliaj, ose mendohet se është Fation Gjina, po blet Margu. E kupton, nuk e thot. E për më tepër nuk shkon aty për të verifikuar qoftë nuk ka gjetur asnjë provë më zotëri se kujt është hoteli apo kush është aksionar atje. Momentalisht është po të thotë që e kemi kryer këtë veprim. Momentalisht është i Redi Mollës, ka përgjigjen e tij, është e thotë SPAK-ut. Por jo që të thotë se e provova thënien e kësaj punonjëse, se nganjëherë bledi provat më të mira i gjen pikërisht tek këta njerëz që janë të serës 2 dhe 3 që sillen pas urdhrave, qoftë në administratë apo në kompani si 5D Construction, ata janë nëna e informacionit. Ata e kanë 100% informacionin. Se ata janë brenda. Ata gatuajnë, e pjekin, e nxjerrin, e konsumojnë, e hedhin treg. Pra këta janë bledha punëtore të këtyre. Këta thjesht lëvizin gishtat. Këta e din dhe pikërisht me këta nuk merret SPAK-u për të shkuar deri në fund. Sa i takon pasurive të sekuestruar ka një bilanc që ka qenë pozitiv në fakt muajt e fundit dhe sidomos 2 vitet e fundit, pasuritë e sekuestruara dhe të konfiskuara të krimit organizuar, por shumë pak nga politika. Domethënë, nëse SPAK-u është një strukturë që heton korrupsionin dhe krimin organizuar, në krimin e organizuar ka bërë goditje të konfiskimit deri në konfiskim të pasurive me vendim formës prerë në apel. Por me politikën ka qenë më e butë apo më ndrojtur? Më ndrojtur. Domethënë, sillim rastin e personave të proceduar për incenatorin apo dosjet e tjera që përfshin politikan, deputet, ish kryetar bashkish apo kryetar bashkish, që nuk janë cënuar, nuk janë prekur fare, pothuajse fare. Ndonse mendohet që korrupsioni apo përfitimi nga ushtrimi i aktivitetet posteve drejtuese ka patur benefite të jashtëzakonshme në mënyrë abuzive me ligjin. A do të shtohen kontrollet për identifikimin e çdo mjedi? Patjetër. Ti mjafton ta marrësh një agent byros kombëtar të hetimit apo ekspert të hetimit financiar në prokurinë e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, të dalësh rrugëve të Tiranës. Edhe ti thuash që shiko, ky pallati këtu, kjo makina këtu që kushton 100.000 euro, që e drejton një 22 vjeçar që është djali i babait, kjo kompania këtu me një kërkim të thjesht në një search në Google, në Open Data,
dhe verifikimin, ndiqet. Edhe çfarë do zbulosh? Do zbulosh fijet qoftë krimi të organizuar por të politikës se si pastron parat, si fshe parat dhe ku pastrohen parat. Parat pastrohen tek ato që konsiderohen si benefitet dhe resursi jashtëzakonshëm për të krijuar pasuri nga krimi organizuar, jo vetëm për të pastruar parat që pastrojnë ato parat të krimit organizuar dhe të politikanëve të korruptuar, por edhe investon për të dyfushuar ato. Pra parat se do të kemi diçka të qartë, parat e paligjshme, të aktivitetit paligjshëm, që janë në shuma marramëndse, jo vetëm pastrohen, pra ti justifikohen sepse ndërton diçka, por bën biznes dhe kthehen në profitime kolosale, shumë fishohen. Dhe këta njerëz dominojnë. Të blejnë deputet, të blejnë kryetar bashkie, të blejnë polic, të blejnë drejtues policie, të blejnë prokuror, të blejnë gjyqtar. Dhe unë kam edhe një konstatim tjetër. Në vitin 2024, mos gaboj, ose 2023, por me shumë gjasë 2024, prokurit me jurisdiksion të përgjithshëm kanë sekuestruar vetëm 100 milion euro. Vetëm 100 milion euro? Po. Dhe çfarë ndodh? Janë prokurori, është gjithë vëmendjet e spaku, janë prokurori që janë në 12 qarqe të vendit dhe kanë informacion 100% për të cilin do. Sepse edhe po nuk e ke, mjafton në rrugë operative, denoncime të shumta që bëhen, po në prish shtëpinë se ndërtohet pallat, qytete të tëra shqiptare që abuzohen, masakrohen, ndërtohen, betonizohen, plazhe që shkatërrohen, që zaptohen, që kafshohen, që spostohen. Jemi në limite, do të bëj dhe një pyetje. Prokurit e rrethave janë inekzistente. Do të bëj dhe një pyetje të fundit. Kemi parë nëpër dyert e spakut politikan, ish kryetar bashkisë, janë arrestuar kryetari i Bashkisë Tiranës, ish ministri i shëndetësisë. Pyetja që bën qytetarët, kush e ka radhën? Po, shiko, kur bën një pyetje në tërësi të tillë, aq shumë është trumbetuar kjo puna e spakut dhe operacioneve, sa thua, po priti jetë shoh, mos e kam mund. Kështu që unë mendoj që radhën e ka secili që ka abuzuar me detyrën, me funksionin, është pasuruar në mënyrë të padrejtë, sidomos është pasuruar mbi djersat dhe mundin e shqiptarëve. Dhe më të shumë do ta mbaroj këtë. Më të shumë nga këta që sa po thash, i gjenë në kuvendin e Shqipërisë. Edhe me shumë gjas do t'jenë aty. A ministra, a deputet, a masa dyta për në i kryetar bashkie, por në këtë lëmin këtu. Po të falenderoj që ishe më marrë në këtë bisedë. Falenderit juve. Këtë pra kemi ardhur në fund edhe emisionin Syri Digital për këtë javë, bashkë ndami këtu dhe ritakom javë në ardhshme.